Shumë padi, pak liri, drejtësia selektive është pa drejtësia më e madhe. Me këto slogane rreth 100 gazetar protestuan përpara gjykatës themelore Shkupi 1. Gazetarët ngritën zërin kundër gjobave astronomike që i shqiptojnë gjykatit kundër gazetarëve për shpifje dhe fyerje, si dhe për qasje selektive gjatë proceseve gjyqësore. Gazetarët kërkuan nga gjykati të zbatojnë praktikën e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg dhe të mos bien pre presioneve politike. Numri i madh i padive kundër gazetarëve. Kompenzimet e larta për shpifje, procedurat e jo efikase dhe të zgjatura, mund të zgjidhen shumë thjesht, duke zbatuar praktikën e gjykatës evropiane për drejtat e njeriut. Nuk mundet gazetarët që me polici të sillen në gjykata, ndërsa të tjerat të trajtohen në mënyrë të privilegjuar vetëm se janë të veshur me pushtet. Gjykatës tjerë të cilat shqiptojnë kompenzimet larta për shpifje dhe ofendim kundër gazetarëve, t'i ftojmë që të mos koketojnë me politikanët për funksione dhe për fotele, por të zbatojnë ligjin. Për një pjesë të gazetarëve, madje padite shumta ndaj gazetarëve si dhe gjoba drakonike, janë si rezultati presionit të drejt për drejt të pushtetit për t'i heshtur mediat. Fakti që në Maqedoni për momentin ka mbi 300 padi kundër gazetarëve është precedent absolut në Evropë. Madje kjo nuk ndodh as në Turqinë, e cila konsiderohet si më problematike në Evropë. Kjo është në kundërshtim me gjitha rekomandimet dhe direktivat e Komisionit Evropian, Këshillit të Evropës dhe gjitha shoqatave profesionale ndërkombëtare dhe konsiderohet si presioni drejt për drejt ndaj lirisë së shprehjes. Dënime prej 15.000, 30.000, 50.000 euro për gazetar janë dënime dragonike dhe kjo është një mënyrë e friksimit që gazetarët të vetë censurohen. Mendoj se nuk bëhet fjalë për mosnjohje apo jo objektivitet të gjykatave, por porosi të drejt për drejta nga pushteti. Në padin që e ngriti ish-ministri Miloshovski ndaj meje personalisht, ku më gjykuan për shkak të titullit me 15.000 euro, unë sigurova 10 akt vendime të gjykatës së Strasburgut dhe u thira në atë praktik, por në akt vendimin tim gjykatësi me asnjë fjalë nuk i përmendi ato, i injoroi ato akt vendime. Protestat e gazetarëve kundër gjobave të larta për shpifje dhe ofendim vinë në kohën kur qeveria ndërpreu dialogun me shoqatën e gazetarëve për kriminalizimin e shpifjes. Kreu shoqatës së gazetarëve Nase Selmani tha se gazetarët janë të gatshëm ta zgjidhin këtë çështje, nëse qeveria shpreh vullnet. Disa ditë më parë zëvendës kryeministri Ateuta Arifi pranoi se dialogu me gazetarët është në momente të vështira, por nuk dha një afat se kur mund të zgjidhet përfundimisht ky problem.